Dritan, ndërkohë që flasim, dhe do t'i kthehemi sërish hartës, besoj se është mënyra më e mirë për ta kuptuar gjën. Ajo që shohim është që ka një skenar ku nëpërmjet baluçve këtej afër Pakistanit, nëpërmjet kurdëve, azerëve, do ketë dhe trupave amerikane që po grumbullohen në mesme, se ne kemi folur përpara se të bëheshin kaq mediatike gjërat. Pra po grumbullohen trupat marinsa, të sillsave etj, që ai grupi elit. Pra ka një skenar, ndërkohë që kemi këtë goditje të Iranit, ka një skenar ku kurdët, trupat amerikane, baluçët këtej, azerët andej, një skenar për të futur me trupa. Desha ta fillojmë me kurdët, në rast, sepse prandaj fola për Houthit, për të dalë tek kurdët. Do të kemi një parasysh. 3 janë opsionet për të hyrë me trupa. Pra, baza, ta nisim nga kjo që të krijojmë konceptin. Po. Zbarkimi detar, zbarkimi ajror dhe futja me trupa toksore, pra nga toka. Këto 3 mundësi ka që të futësh trupa. Pra mundësi tjetër nuk ka. Po. Pra kjo është e para. Zbarkimi detar. Zbarkimi detar duhet të kalojë nëpër ngushtisën e Ormuzit, e cila është e pakalueshme. Aktualisht. Është opsion 0 për arsye se po të ishte gjithë flota amerikane që ndodhet atje do ta kishte hapur me kohë, nuk pa hap dot. Pra është një pyetje thjeshtë që gjithkusht mund t'ia bëj vetvetes në rast se bindu se atëherë pse deri më sot nuk e ka hapur ngushtisën e Ormuzit? Sepse nuk ka kapacitet të hapi. Po, kjo është shumë thjesht. Dhe kur ti s'ke kapacitet të hapësh ngushtisën e Ormuzit, nuk e kapacitet as që të zbarkosh trupa, sepse zbarkimi i trupave kërkon një kohë më të madhe, qëndrimi në vend. Pra në moment që ti do zbarkosh trupa, anija duhet të qëndrojë statike, pa lëvizur, sepse po zbarkojnë këto trupa. Dhe kur ti qëndron statik, atëherë mundësia e goditjes nga ana e armikut është shumë herë më e madhe se sa ti kur je në lëvizje. Dakor. Pra kjo është baza dhe është e pamundur. Atëherë, vim te opsioni 2, i cili është opsioni ajror. A mund ndodhi? Po, ti mund të zbarkosh trupa. Divizioni 82, ëh? Ti mund të zbarkosh trupa me anë të helikopterëve. Ka 2 lloje për të zbarkuar një sasi të madhe trupash, ti duhet të përdorësh 2 lloje helikopterësh. Helikopterët Chinook, është 47, që janë të mëdhenj që mund mbajnë deri 50 trupa për zbarkim. Ka një foto aty regjia të parashutitëve. Dhe mund të përdorësh edhe një lloj helikopteri që është edhe helikopterët avion njëkohësisht, janë avionët OMV2 Osprey. Pra MV2 Osprey që janë tilt rotor, pra funksionojnë si helikopter për të ngritur, pra ju ngrihen, ju lëvizin rotorët dhe ngrihen në këtë mënyrë dhe pastaj drejtohen rotorët dhe kjo lloj zbarkimi me parashutisë nuk mund të ndodhi në Iran. Nuk mund të ndodhë. Në asnjë moment, sepse ky është avioni O2 Osprey, pra që ngrihet si helikopter dhe pastaj fluturon si avion. Përdoret për zbarkim. Kapaciteti i tij është 25 deri 30 trupa, ma mund mbaj brenda me të gjithë armatimin, po themi. Se kështu mund të mbaj edhe 50-60 pa armatim, po me armatim, me të gjitha me peshë, me ngarkesë, me çanta, me të gjitha ato shkojnë te maksimumi 30 trupa. Vetëm këto mund të përdoren për zbarkim. Dhe një lloj dhe helikopterë të tjerë të vegjël, kapaciteti i tyre është 5 deri 6 trupa, pra nuk është. Të gjitha këto janë mjete ajrore të cilat nuk janë stilt, pra janë të kapur, janë të kapshme nga radari. Dhe për të zbarkuar trupa, ti duhet të fluturosh ulët, pra duhet të ulesh të zbarkosh trupa. Mos harrojmë që Irani ka kapacitetet e tij të mbrojtjes kundërajrore me rrezet të shkurtër veprimi janë funksionale. Dhe kur themi të mbrojtje kundërajrore me rrezet të shkurtër veprimi dhe deri edhe me rrezet të mesme veprimi hyn edhe artilleria kundërajrore, sepse ne kemi folur për mbrojtje kundërajrore raketore me rrezet mesme të shkurtër dhe të gjatë veprimi. Ajo me rrezet gjatë veprimi nuk funksionon më, është jo funksionale, mund të jetë në kapacitetin 10%, 15%, por nuk ka kapacitet tjetër. Kurse ajo me rrezet mesme dhe të shkurtër veprimi funksionon, është funksionale, por në këtë aspekt do të kemi bëjmë me mbrojtjen nga artilleria kundërajrore. Pra artilleria kundërajrore janë të gjitha llojet e armëve që vijnë nga 12.7 që e lartë deri te 100 deri te topi 125 mm. Dhe Irani posedon të gjitha këto, pra nga arma 12.7, te 14.5, te 35, te 37, te 57, te 55, te 75, te 100, te 125. Pra këto janë armët e artillerisë kundërajrore. Që mund përdoren. Dhe këto armët e artillerisë kundërajrore përdoren ndaj këtyre pa problem fare. Ti mund të arrish të zbarkosh trupa në një vend. Pra zbarkimi mund të kryhet i këtyre trupave. Jo në nivelin që ti do, sepse ti për të marrë një ta zëm Isfahanin.
ku mendohet se është një pjesë e uraniumit. Për ta marrë atë Osfanin, pra ty të duhet të zbarkosh atje diku të rreth 300 forca speciale, të cilat duhet të mbështeten nga e pakta 1200 forca të tjera që të realizojnë mbështetjen. Dhe për t'i çuar to 1500 forca me këto lloj avionësh, ty të duhen të paktën 15-20 mjete të tilla ajrore. Për t'i çuar këto. Pastaj e zëm se i zbarkove. Atëherë në moment që ti i zbarkove, këta janë objekt, përveç i artillerisë kundërajrore, janë objekte edhe i artillerisë toksore, forcat në momentin që zbarkojnë. Dhe, po problemi është, ja i zbarkove forcat. Si do t'ja çosh logjistikën? Sepse është me faza, pra faza e parë është zbarkimi. E bën fazën e parë të zbarkimit. Të kapjes të objektivit. Pra zbarkimi është kapja e objektivit, objektivi u kap. Faza e dytë, që vjen pas zbarkimit, është stabilizimi i forcës. Çfarë do të thotë stabilizimi? Në fazën e dytë është stabilizimi, që do të thotë që kjo forcë që ka zbarkuar, atëherë duhet të përgatisi terrenin për mbrojtje, pra të organizojë mbrojtjen, sepse kundërsulmi është i pashmangshëm në këtë moment. Pra, dhe duhet të organizosh mbrojtjen, komandën dhe kontrollin, të vendosësh lidhjen me komandën, pra të arrish të mbizotërosh luftën elektronike, sepse do të jesh objekt i luftës elektronike, sepse hyn në thellësitë të territorit të tij dhe lufta elektronike do të funksionojë siç e ka vërtetuar Irani në këto vite që ka funksionuar lufta elektronike, sidomos gjatë janarit që shkoi, gjithë ky komunikimi dhe të përballosh, të kesh kapacitetin që të përballosh këtë kundërsulm të forcave iraniane për të mbajtur territor. Dhe por ama që ta përballosh të duhet që të përcaktosh rrugët e ardhjes, rrugët logjistike, të mbështetjes logjistike, pra të armatimit që të duhet, sepse kapaciteti që këta mund të mbajnë, secili ushtar nga këta mund të mbajë diku të rreth maksimumi 500 fishek. Me vete. Po 500 fishek në një luftë të tillë ti harxove për 3-4 orë. Po pastaj nga do të vinë fishekët. Nga, po e qartë. Pra, e para dhe faza e tretë është faza e tërheqjes. Pra si do t'i tërheqësh këto trupa? Pra këta helikopterë. Po si do t'i marrësh këto trupa? Dhe në momentin pra rrimarrja është e pamundshme në këtë moment, se ti për t'i çuar çon sepse mund të funksionosh në aspekt e një goditje surprizë. Pa gjatë natës, errësirë ti e bën një fullë të tillë, sepse armiku nuk e di se ku do zbarkosh ti. Duke qenë se ti mund të zbarkosh që 200 objektiva, 500 objektiva, ai s'mund t'i ruajë 500 objektiva të vendosi 1000 forca në çdo 500 objektiva. Jo. Por amaj pret në momentin që ti do hysh. Pra ti mund të shkosh në një objekt. Po. Në këtë mënyrë hyn, por problemi pastaj ti s'del dot më nga ai objekt. Mbështetja dhe exit. Absolutisht. Exit nuk ka më. Këtu është problemi. Dalje nuk ka më në këtë moment. Dhe kur nuk ka më dalje, atëherë shtrohet pyetja që çdo general do t'ja bëjë vetes, thotë, sa është numri i humbjes së ushtarëve tanë deri në momentin që ti urdhërojmë që të dorëzohen, pra sa e kanë këtë kapacitet. Sepse këtë kapacitet e përcakton politika. Normalisht në bazë doktrinave të NATO-s, doktrina amerikane është e 10%, pra 10% e forcave që shkojnë kur llogaritin të humbura 10%, atëherë të riqen. Kur nuk të riqen, dorëzohen, sepse s'kemë të riqe. Por në këtë moment, a do të jemi te 10%, pra sepse në rast se ti zbarkon 1500, të vriten 150, dhe këta 150 janë gjitha forca speciale, mos harrojmë mendin. Atëherë ti kur të vriten këta 10%, duke qenë se si të rreqme je detyruar që atë të thuash dorëzoni, sepse dorëzimi ju kursen jetën sipas protokollit. Dhe në këtë moment, atëherë ajo çfarë u nis si një veprim taktik kthehet në një humbje strategjike madhore dhe politike. Pra, edhe në këtë aspekti ajror, hyrja me forca toksore. Ti mund të hysh vetëm nga Iraku me forca toksore aktualisht. Kam një pyetje këtu unë. Po. Nëse hyhet njëkohësisht kurdët këtej, azerët këtej, baluçët këtej, amerikanët këtej. Nuk hyn dot as nuk ka erdhur te toksoria. Atëherë nuk ndodh kjo. Toksoria nuk ndodh sepse e para Pakistani nuk do lejojë përdorimin e të hapësirës vet toksore dhe ajrore për të sulmuar Irani siç nuk e ka lejuar deri më sot. Pra asnjë goditje nuk ka ardhur nga ana e Pakistanit. Nuk ka ndodhur. Pra nuk e ka lejuar. Plus që në aspektin e baluçëve, përsa jemi te Pakistani, pra në rast se na ndihmon dot me një hartë, me atë hartën që ishte që para regjia. Okej. Baluçët janë kjo pjesa këtu, baluçët shtrihen në këtë pjesën këtu. Komplet kjo pjesa këtu, pra kjo pjesa këtu është baluç, ky është Afganistani. Po. Kjo pjesa këtu dhe shkon, këtu janë baluçët. Edhe dje baluçët kanë bërë një sulm ndaj forcave pakistaneze. Po, ndaj forcave ndaj ushtrisë pakistaneze. Pra, në këtë aspekt, në këtë moment, në asnjë moment nuk do të lejojnë na pakistanezët që forcat amerikane të stabilizohen në këtë dhe të krijojnë Baluçistanin, pra darjen, sepse kjo do të krijojë darjen. Pra është pa mundësi që kjo të ndodhi sepse shkakton probleme të
që cënon integritetin territorial të Pakistanit. Problemet sigurisë Pakistanit, po. Cënon shtetin e Pakistanit. Pra kjo gjë nuk do lejohet nga Pakistani, kështu që është opsion. Vim te kurdët. Te kurdët e Irakut. Te kurdët e Irakut kemi një deklaratë pardje shumë interesante të Erdoganit, i cili thotë që regjia duhet ta kemë atë të Erdoganit. I cili thotë që në momentin që CIA ose Mossadi do mundohen të aktivizojnë kurdët. Jo, është deklarata. Po, do mundohen. Dakor, edhe kjo okay. Kjo është do mundohen të aktivizojnë kurdët në Irak. Pra kurdët në Irak janë këta. Për të hyrë automatikisht neve do të hymë për të ndaluar aktivizimin e këtyre forcave, do të hymë ushtarakisht. Pra Turqia do ndërhyjë ushtarakisht. Aktivizimi i këtyre forcave thotë cënon integritetin dhe sigurinë kombëtare të Turqisë. Këtë e thot Erdogani. Pra, sepse në automatikisht këta... Pra bie si opcion, edhe baluçët edhe kurdët, sepse kjo do fuste Pakistanin dhe Turqinë. Ose azerët nuk mund të hynë këtë, sepse azerët aktualisht pse është Azerbajxhani. Azerbajxhani që këta azerët që janë Azerbajxhanas, pra do të kemi që parasysh që pjesa më e madhe kjo pjesë e Iranit janë azer. Edhe presidenti i Iranit është azer. Edhe presidenti i Iranit. Po, edhe presidenti i Iranit aktualisht është azer, edhe Pezeshkian, edhe lideri suprem është gjys azer. Mushtaba Khomeini është gjys azer nga ana e nënës. E qartë. Është gjysha sepse gruaja e Ajetollahut që vdiq ka qenë azer. Pra është gjys azer nga ana e nënës, pra të kemi këtë koncept. E qartë. Por ama mbajnë veten për pers iranian, pra ata janë pers iranian, pra edhe këtë. Dhe këta që të hynë duhet kenë njëkohësisht mbështetjen e Azerbajxhanit dhe Turqisë, po Turqia ka bërë qartë që nuk do t'i mbështesi. Pra pa mbështetjen e Turqisë këta nuk bëjnë dot asgjë. Po as Azerbajxhani nuk do t'i mbështesi. Pse? Sepse Azerbajxhani aktualisht ndodhet midis dy zjarreve në këtë moment. Ndodhet midis zjarrit të një fuqie globale siç është Rusia dhe të një fuqie rajonale që është Irani. Dhe në rast se kjo dështon, atëherë Azerbajxhani rrezikon të zhbëhet, sepse Azerbajxhani është një shtet i krijuar në vitin 90. Është krijuar një shtet në vitin 45 është krijuar. Nuk është një shtet i krijuar i ekzistuar më përpara. Kështu që nuk do guxojë që automatikisht nuk do hyj sepse i cënon totalisht, sepse duke parë se si po shkon lufta, që nuk po mundet ta mundi. Atëherë kjo lloj veprimtarie luftarake këtu është një terren malor, tepër i thyer që nuk mund të futen të trupat, nuk mund të ecën, nuk mund të bëjnë asnjë lloj arritje, asnjë gjë, është e dështuar, mund të shkaktosh disa probleme Iranit, por nuk mund ta zhbësh shtetin e Iranit. Dhe në fund fare atëherë Azerbajxhani pëson zhdukjen e tij si shtet. Totalisht, dhe zhbërjen e tij. Bie si opsion drejtan futja me nuk do ta lejë as Turqia Azerbajxhanin të hyjë në këtë aventurë për arsye se vetmi vend që e lidh Turqinë me Azerbajxhanin është territori i Nakhchivanit. Nakhchivani është në ai që u godit. Po, Nakhchivani është në kufi me Turqinë dhe me Armeninë. Po. Dhe është i vetmi pikë ku Turqia ka lidhje direkte me Azerbajxhanin. Dhe në momentin që kjo ndodh, atëherë ajo zhduket komplet. Pra Turqia nuk do të lejonte humbjen e fuqisë së saj rajonale në këtë aspekt për shkak të një aventure që nesër do të bëjë Azerbajxhani dhe që aventurë cilën nuk mund të hyjë dot pa mbështetjen turke. Sepse po spati Turqinë me vete, nuk mund të marrë asnjë lloj ndihme as nga Amerika, as nga askush sepse është e rrethuar. Pra Turqia nuk hyn dhe aktualisht mbetet e izoluar. Pra janë aventura që izolojnë totalisht, pra nuk do të hynte. Për këtë arsye bien poshtë gjitha opsionet. Kjo nuk thotë që nga Iraku, nga Sulejmania të hyjnë trupa toksore. Po mund të hyjnë trupa toksore. Po sa do ecin këto trupa toksore? Deri ku do shkojnë këto trupa toksore? Shikoni, duhet kemi një gjë parasysh. Një shprehje thotë që është një shprehje vjetër e njeriu të mençur që e ka thënë dikur. Unë nuk e di se kush është ai njeriu i mençur, por pra nuk e di emrin e atij njeriu të mençur. Ai njeriu i mençur ka thënë që në rast se doni të kuptoni të ardhmen, pra të parashini të ardhmen, shihni të shkuarën, pra studioni të shkuarën. Para 1950 viteve, para 1947 viteve përpara lindjes Krishtit, pra bëhet laf, në vitin 53 para lindjes Krishtit. Romakët ndërmorën një iniciativë të tillë për të pushtuar Persin. Në atë kohë ishte Marcus Crassus ishte një nga anëtarët e triumviratit të Romës, sepse përpara lindjes Krishtit Roma ishte në triumvirat, pra 3 persona, Cezari, Marcus Crassus edhe mos ta sfido se tani e kam mendje, po dhe ata të tre, aty do dalim, dhe këta të tre drejtonin Romën. Dy të parë, Cezari tjetri njëri kishte mbuluar Mesdheun, kishte fituar Mesdheun, kurse tjetri kishte fituar kundër gotëve. Sipër. Po, Marcus Crassus ishte një nga njerëzit më të pasur
që kishte Roma në atë kohë. Njëjtë siç është Trumpi sot, ishte një nga njerëzit më të pasur që kanë shtëpër të Amerikës. Por në kohën në cilën ekzistonte Marcus Crassus, Roma ishte në një degenerim total, moral, politik, ekonomik dhe në një korrupsion të paparë. Pra Senati Amerikan, Senati Romak zgjidh atje vetëm njerëz që paguanin para. Pra zgjidhen me paras. E njëjta gjë që ka sot Senati Amerikan. Pra kush paguan më shumë, zgjidhet senator. Kush harxhon më shumë, zgjidhet senator. Kush merr më shumë para nga AIPAC-u, nga Izraeli, nga zionistët, zgjidhet senator, zgjidhet kongresmen, gjitha gjëra. Korrupsioni që ekzistonte në atë kohë në Romë është i njëjtë me korrupsionin që ekziston sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një nga vendet, në atë kohë Roma ishte vendi më i korruptuar i botës, sot Amerika është vendi më i korruptuar i botës. Në atë kohë Roma ishte vendi më i degeneruar i botës, sot Amerika është vendi më i degeneruar i botës. Pra, këto aspekte. Dhe Marcus Crassus vendosi që të merrte një fushatë ushtarake për t'i dhënë edhe vetes glorifikimin ushtarak. Pra e kishin këta dy tjerë, ta merrte edhe ky glorifikimin ushtarak dhe tynde në histori. Dhe vendosi që të sulmonte Persin e asaj kohe. Dhe u mori 7 legjone romake me vete për të sulmuar Persin. Dhe hyri në Persi për ta sulmuar. Hyri nga toka dhe nga toka hyri nga Irani dhe nga Turqia. Pra nga Irani dhe nga Turqia, hyri nga Iraku dhe nga Turqia, njëkohësisht hyri me këto 7 legjone. Dhe mendonte se iranianët do të bënin një luftë simetrike. Pra, edhe ata do bënin forcat atë do përballeshin me legjonet. Në atë kohë, lufta simetrike e Iranin e zhdukte sepse legjonet ishin shumë të fuqishme, siç është sot ushtria amerikane. Pra, një luftë simetrike sot me Amerikën nuk mund të përballohet me forca. Por çfarë bën? Komandanti atëre iranian, ai vendosi që luftën ta bënte nëpërmjet harqeve dhe për këtë arsye që kur u nisën ndërua ai vendosi përgatitjen e harktarëve. Të shonin harqe. Sot harqet janë zëvendësuar me raketat dhe me dron. Dhe e sulmoi legjonet romake vetëm nëpërmjet harqeve. Gjatë gjithë kohës nuk pushonin se goditurin me harqe. Dhe kishte organizuar logjistikë të tillë që nga thellësia e Iranit të vinin harqe të reja që bëheshin gjatë gjithë kohës. Dhe për 2 javë legjonet romake, të 7 legjonet romake u asgjësuan. Marcus Crassus nëpërmjet kësaj strategjie të luftës asimetrike, pra të goditjes dhe Marcus Crassus mendonte se do t'i mbaronin harqet persëve. Njëjtën gjë që pretendon Trumpi sot se do t'i mbarojnë raketat iranianëve. Pra është e njëjta logjik. Harqet janë zëvendësuar sot me raketat. Strategjia që përdori Irani para 2000 vjetësh po e përdor njësoj sot. Ideja e futjes për të marrë Floririn që kishte Persia, sot Floriri është nafta që ka Persia, atëherë Crassus hyri për të marrë Floririn, sot Trump hyri për të marrë Floririn dhe Crassus u kap gjallë në atë kohë nga iranianët. Dhe Crassusin, iranianët persën në atë kohë e mbytën duke i derdhur Florit të shkrirë në gojë, sepse për Florin erdhi. Normalisht që Trumpi sot nuk do t'i derdhi njëri naftë në gojë. Por ama kjo ideja e tij e para 2000 vjetëve të Romës, e cila dhe me humbjen që bëri Crassusi në Romë, në Persi, solli fundin e triumviratit në Romë. Dhe Roma humbi më si republikë dhe u kthye në perandori sepse i hapi hapësirë Cezarit, i cili e mori sërish me fortë dhe u shpall perandor. Dhe shkuam në perandorinë romake. Pra edhe tashmë ose do shkojmë në zhbërjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës ose Trumpi do shpallet perandor. Pra e ka nisur me të njëjtën ide si Crassusi para 20 vjetëve për të hyrë në histori dhe si hym në histori duke shkatruar Persin. Në atë kohë shkatruan Persin, sulmuan Persin për ta shkatruar për pasurinë, sot e kanë sulmuar Persin për 2 arsye, për pasurinë dhe për t'i hapur rrugë krijimit të Izraelit madh pra të kësaj ide mesianike që kanë izraelitët. Pra historia na tregon që siç e humbën atëherë Roma e sotme është Amerika, do të kemi gjën. Roma e atëhershme ishte fuqi detare dhe fuqi kontinentale. Sepse kishte legjone që ishin fuqi kontinentale, kurse Amerika sotme është vetëm fuqi detare, nuk është fuqi kontinentale. Pra fuqi kontinentale nuk ka fuqi kapacitete tokësore për të bërë një luftë tokësore siç mendohet. Nuk i ka ato. Rusia dhe Kina janë kapacitete të luftës, janë kapacitete konvencionale të tokësore, pra janë fuqi tokësore. Amerika është fuqi detare. Nuk është fuqi tokësore, nuk është fuqi kontinentale, pra nuk ka kapacitete kontinentale të luftës, ka kapacitete detare dhe ajrore të cilat janë të limituara dhe limiti i tyre po tregohet aktualisht në Iran. Gjithsesi, regjia kam sot e solla një deklarat, një postim të presidentit Trump që lidhet me faktin që ai është në bisedime me një regjim tjetër brenda Iranit, por njëkohësisht edhe ja ku është Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në bisedime serioze me një regjim
më të ri dhe më të arsyeshëm për të përfunduar operacionet tona në Iran. Shumë progres është bërë, por nëse për çdo rast një marrëveshje nuk arrihet shpejt, por që do të arrihet Trumpi, dhe nëse ngushtica e Hormuzit nuk hapet në mënyrë të imediate për biznes, ne do ta përfundojmë qëndrimin ton të dashur në Iran duke hedhur në erë të gjitha centralet elektrike, puset e naftës, edhe ishullin karg dhe mundësisht edhe ato të shkripëzimit, që kemi me qëllim nuk i kemi goditur ende. Kjo do të ishte si formë hakmarrje apo kompensimi për shumë ushtarë të vrarë tanët që Irani i ka ekzekutuar dhe vrarë për 47 vjet mbretërim terrorit. Si e vlerëson pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas gati dritani bie 32 ditë se ka filluar me 28 shkurt. Para kemi të bëjmë një deklaratë inkriminuese. Deklarata e tij se do të godasë të gjitha çështjet e desinalizimit, pra të shkriptëzimit, të implantet elektrike, puset e naftës, është krim lufte. Si krim lufte? Po të godasësh implantet elektrike, implantet e energjisë elektrike. Pra, termocentralet, hidrocentralet që ka, centralet që ka, gjithë ato që prodhojnë energji elektrike, të godasësh implantet e shkriptëzimit që mbajnë popullatën me ujë dhe energjinë, ky është krim lufte, krim i pastër lufte. Në bazë të normave të rregullave ndërkombëtare, është krim i pastër lufte. Pra, është e njëjta gjë që ka bërë, njëjta logjikë që ka bërë Izraeli në Gaza, duke goditur çdo lloj centrali, çdo lloj implanti uji, çdo lloj depo uji, çdo gjë. Për këtë është akuzuar, për krime lufte është akuzuar qeveria izraelite dhe Benjamin Netanyahu. Kjo është e njëjta. Pra kjo që Trumpi po deklaron është thjesht inkriminimi që ai po i bën vetvetes, në rast se këto bëhet. Pra me këtë automatikisht nesër edhe ai mund të inkriminohet në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte, sepse është e njëjta gjë që ka bërë Izraeli, sepse ky është kapaciteti që ata kanë. Në momentin që ti nuk arrin të arritësh të godasësh, ta shuash nga ana ushtarake, pra të shuash objektivat ushtarak. Dhe kur objektivat ushtarak mbarojnë dhe ata nuk i gjën dot më, sepse siç e deklaruan parë janë nëpër tunele, nëpër këto qytetet e mëdha, dhe kur ty të mbarojnë objektivat ushtarak, atëherë ti zëvendëson ato me objektiva civil. Dhe në këtë moment ti ke kaluar nga një operacion ushtarak, ke kaluar në një operacion shkatërrimi në masë. Dhe çdo lloj operacioni shkatërrimi në masë është krim i pastër lufte. Pra e para është që kemi të bëjmë me një krim lufte të paradeklaruar në rast se bëhet. Nuk besoj që do ta bëj, sepse pasojat nuk do të jenë pasojat të mëdha për Iranin, sa do të jenë pasojat të mëdha për Izraelin dhe për gjithë rajonin, sepse Irani ka deklaruar që në rast se kjo ndodh atëherë ne do të godasim të njëjtat gjëra në të gjithë rajonin, përfshi edhe Izraelin. Pra në këtë moment do të thoshte që Izraeli, për cilin ta kanë hyrë për të bërë Izraelin e madh, do të shuhej totalisht. Dhe në momentin që Irani do të godisë të gjitha puset e naftës në lindjen e mesme, atëherë për ironi të fatit, në vitin 1973 Kissingeri i bindi këta arabët që ta shisin naftën vetëm me dollar dhe u bë ajo quhet petrodollari. Po. Pra ekonomia amerikane varet me petrodollarin dhe në rast se Irani shkatërron gjitha këto puset e naftës në lindjen e mesme, siç ky do shkatërrojë të Iranit, atëherë ky petrodollari që lindi në 73-shin, ky petrodollari do marrë fund po prap në Arabi. Dhe në momentin që zhduket petrodollari, sepse s'ka më ku do ta bazojnë, atëherë ekonomia amerikane mori fund sepse inflacioni do rritet dhe gjithçka tjetër. Por në këtë moment edhe Izraeli përfundon si shtet. Me goditjen e objekteve të desalinisimit dhe gjitha objekteve energjetike që ka Izraeli, dhe një objekt i madh që ka Izraeli energjetik është ai Dimonos, që prodhon energji elektrike. Pra Izraeli zhbëhet. Godit së fundmi qyteti, por jo objekti. Në këtë moment Izraeli pra çdo lloj objektivi që ta kanë hyrë për të arritur nuk arrihet më dhe shuhet e gjitha. Prandaj unë mendoj që janë thjesht presioni Trumpit dhe është një lloj presioni dhe po tregon mënyrën, po gjën një mënyrë për të tërhequr. Mënyra e tij për të tërhequr është, pra, në një moment sepse ka nisur ne po merremi, unë nuk di se me çfarë regjimi po flet ai, sepse askush përveç Trumpit nuk e di se me çfarë regjimi është duke folur ai, pra është çështje psikologësh kjo, pra duhet një psikolog që të shpjegojë kapacitetet mendore të këtij njeriu sociopat, pra sepse sociopatët mund të flasin me shumë gjëra në aspektin e tyre psiqik, sepse është smundje psiqike sociopatia, pra duhet ta përcaktojmë. Dhe Trumpi është një smur psiqik që vuan nga sociopatia. Dhe
varet se me kë po flet ai. Në kokën e tij është duke folur ndoshta edhe me 2-3 regjime të ndryshme. Është problemi i tij. Por realisht nuk është duke folur me asnjë regjim konkretisht. Pra me Iranin nuk është duke folur, sepse Irani ka mohuar këtë gjë. Dhe në një moment caktuar thotë ne ja arritëm objektivat tan, dhe ne po të rriqemi. Gjiri i Ormuzit dhe ngushtica e Ormuzit realisht nuk është e mbyllur. Është e hapur, sepse për ditë kalojnë. Sot kanë kaluar 20 anije dhe në rast se do ta kishit parë sot atë të Trumpit, pra Trumpi në atë deklaratën e tij në këtë rrjetin social ka thënë që sot Irani ka lënë të kalojë 20 anije. Me ndërhyrjen tonë. Në fakt, ai sërish po përdor narrativën mediatike. Po, ndërkohë që këto anijet janë indiane dhe pakistaneze. Nuk janë. Dhe është ajo që Irani ka përcaktuar, gjitha ato shtete që merren vesh me neve, dhe që na përkrajnë që janë mbështetës ne do t'i lëmë të kalojnë. Pra nuk është e mbyllur ngushtica e Ormuzit. Po Trump ka thënë se mbyllur themi që nuk kalon askush. Që fundja ne do të rriqemi dhe ta lëmë. Po pikërisht pra kjo është, nuk është e mbyllur ngushtica e Ormuzit. Fakti që janë këto deklaratë, pra fillimi i asaj deklarate. Dhe deklarata tjetër që ka bërë më mbrapa thënë që sot Irani lëshoi 20 anije, me ndërhyrjen tonë. Pra, thjesht po përdor median për të gënjur, për të krijuar idenë se këta gjëja po merren, nëse thotë ne hapëm këtë, shtetet merren vesh dhe ne. Jo vetëm median, është J.D. Vance, njeriu që nuk e di sa informacion. Me J.D. Vance-in kemi një lojë tjetër. Lojë të cilët një lojë të gjatë që po përgatitet për lëvizjen e Trumpit nga pushteti. Pra, Partia Republikane dhe ai Deep State i cili e kontrollon Trump, sepse gjithkusht që ka menduar, edhe unë jam në ata që mendoja që Trumpi nuk e përkiste Deep State-it, po e them hapse që jam gënjur, është një njeri kryesor, një nga njerëzit kryesorë të Deep State-it me këtë që bëri, pra tregoj që ky është më Deep State se sa ata presidentë të tjerë që kanë qenë. Presidentë të tjerë, asnjëri se ka marr guximin që të bëj këtë aventurë që po bën Trumpi. Për këtë arsye që shpjeguam. Po, e qartë, e qartë. Pra ky e mori këtë aventurë të Deep State-it. Dhe Deep State-i po sheh që Trumpi po fundoset. Dhe po fundoset, dhe po shkuan deri në fund me të do fundoset edhe ky Deep State-i. Dhe çfarë po bën? Po përgatisin zëvendësimin e Trumpit. Dhe po përgatisin J.D. Vance-in, sepse ai është zëvendësues. Pra nuk e përgatit Trumpi, përgatit ai. Dhe kjo kemi një lojë të madhe sepse në këtë lojë iranianët po lozin, nëse keni parasysh, para 4 ditësh iranianët thanë që në rast se duam të kemi në rast se doni bisedime, ne pranojmë vetëm J.D. Vance-in. Pra, dhe kjo iranianët po e përdorin këtë për të futur ndarjen politike ndërmjet Trumpit dhe J.D. pra nëpërmjet rrethit ngushtë të Trumpit, dhe normalisht për të krijuar idenë që hiqeni këtë dhe hajde merremi vesh. Në çdo moment Trumpi mund të hiqet. Pra nuk është çudi që Trumpi të gjendet i vdekur në një ditë, sepse edhe mosha dhe gjitha mund të lëshoj zemra, qoftë se pinoj kokër, qoftë se të vënë një jastik në surat. Po, e provuan me Trumpin ata, nuk është habi. Ajo nuk ishte provë, ai ishte një mashtrim që u bë klasik, ishte një lojë për të sjellë Trumpin në pushtet. Dhe për të mbyllur çdo lloj debati politik në Amerikë. Ka qenë i pavërtet, po thua? Jo, ajo ndodhi, e sajuar, e gjetën një budalla që i thanë vrite, sepse është, dhe më pas e vranë personin që është tipike në vrasje të tilla politike dhe tentativa të politike për të mbyllur për të krijuar një ide që ky dhe për të hedhur poshtë çdo lloj mundësie të debatit politik. Sepse pas asaj nuk kishte më debat politik në Bashkimin e Amerikës. Se kam jetën të rrezikuar, e përmend shpesh, po. Po më dakord, sociopatët gjithashtu mendojnë, edhe Rama ashtu thotë që jam gjithkohës i rrezikuar, po aktualisht askush nuk ka marrë mendimin ashtu. Po Trumpi tashmë po rrezikon atë të cilën e ngritën, pra Deep State-in. Po rrezikon të marrë përfundim me veten e tij për shkak të kësaj ideje që ka njësoj si krasusi i Romës. Pra të hyjë në histori dhe të ndryshojë historinë, të bëhet një vetëm person i cili mundi Persin, ndërkohë që askush nuk e ka mundur Persin që 2000 vjet e këtej. Dritan, a ka patur një përplasje të J.D. Vance-it me Netanyahu? Jo, unë nuk mendoj që ka pasur përplasje të J.D. Vance-it. Jo, unë nuk mendoj që ka pasur, por problemi është kjo. Prandaj thash, po krijohet kjo ideja që J.D. Vance është një pol më vete. Pra që ky nuk i përket kësaj. Ndërkohë që edhe J.D. Vance është një njeri i Deep State-it, por duke qenë se Deep State-i tash po shef që ky Trumpi dhe Netanyahu po e marrin përfundi Deep State-in, atë çfarë bën? Po bëhet gati që të zbarkojnë nga kjo anije, sepse kur anija është duke mbytur të gjithë mindit, ata që ikin parën janë mind. Edhe kjo punë, edhe J.D. Vance-in tashmë po e nxjerrin kë në mënyrë që ta përdorin J.D. Vance-in nesër si një njeri i cili është njeri i paqes, njeri ka qenë kundra kësaj. Përplasje nuk ka pasur, sepse J.D. Vance ka qenë prej fillimit i jashtë këtij objektivi. Në rast se keni parë, në të gjitha fotot që Trumpi ka dhënë prej fillimit të këtij operacioni të këtij agresioni në Iran, në të gjithë në dhomën e situata që ai ka, Situation Room. Në asnjë nga ato foto që kanë nxjerr
të paktën nga dalë një 10-12 foto, në ditë të ndryshme, në asnjërin nuk është J.D. Vance prezent. Pra kjo tregon që nuk i përket rrethit të ngushtë të Trumpit dhe të mbështetësve të Izraelit, të zionistëve për këtë sulm. Ai mund të ketë qenë kundra në fillim dhe për këtë arsye nuk është bërë pjesë. Duke qenë se nuk është bërë pjesë i kësaj, nuk ka dieni të saktë me hënë dhe nuk ka si të përplaset me Netanyahu me këtë. Por po përdoret kjo për të krijuar idenë se kemi një përplasje dhe nesër këtë nxjerrim si pol më vete dhe këta i lëm të mbyten dhe sërish vazhdon Deep State. Pra Deep State gjithnjë gjën vetes një dalje, një rrugëzgjidhje dhe kjo është dalja. Por realiteti është kjo që thash, J.D. Vance në asnjë foto me rinishimin e gjitha fotot që kur ka filluar kjo luftë deri tash nuk është në asnjë nga fotot e kësaj dhome me Trumpin. Pra nuk është pjesë e kësaj në asnjë moment. Dritan, po Rubio, se që ta mbyllim se nuk Rubio është një nga ata për NATO-n, ka folur që ne nuk do ta domethënë e konsiderojmë shumë jo korrekte fakti që nuk po na ndihmojnë aleatët e tjerë të NATO-s. Pra dhe ka thonë që Shtetet Bashkuara mund ta riekzaminojnë këtë raportin e tyre me NATO-n pas kësaj. Kjo duhet parë në disa aspekte. Janë shumë të gjëra, do një emision vetë, por unë shkurtimisht po them sa gjëra. E para, deklarata e Rubios bien ndesh me deklaratën e Trumpit, i cili dje thoshte që ushtria amerikane është ushtria më e madhe në botë dhe ma deklaratën që tha që neve ma deklaratën që ju venzorët. Pra tregon që deklarata e Rubios thotë që neve nuk mund ta bëjmë asgjë pa ndihmën e NATO-s. Pra jemi të dobët. Ndërkohë që hedh poshtë deklaratën e Trumpit që jemi të fuqishëm. Pra dhe tregon atë realitetin që nuk mund të hapin asgjë sepse s'kan kapacitete. Edhe me NATO nuk kanë kapacitete, por gjithsesi është ajo. E dyta, ajo çfarë tregon një ndarje midis NATO-s dhe NATO-s këtu përfshijmë vetëm vendet evropiane dhe Amerikës. Përse po bëhet kjo? Po bëhet për t'i lënë barrën në kurriz të Ukrainës. Pra, në këtë aspekt neve po kërkohet një rrugdalje nga Ukraina. Nëse mbani mend Trumpi e nisi fushatën e tij elektorale dhe po shkojmë në përfundim të vitit pra kemi në fillim të vitit të dytë të tij ku thoshte që unë do ta mbyll luftën për 24 orë. Po. Ndërkohë që u bë një vit e ca që ai nuk e mbyll dot luftën. Dhe duke qenë se nuk e mbyll dot luftën, atëherë po mundohet të gjejë një arsye për t'u larguar nga kjo luftë. Dhe arsyeja më e mirë për t'u larguar nga luftë kjo, ju s'na ndihmuat në Iran, ne s'u ndihmojmë në Ukrainë dhe ne s'kemi punë në Ukrainë. Bëni çfarë doni, ne vetëm ju shesim armatim dhe asgjë tjetër. Pra kjo është mënyra që ai të dalë nga lufta e Ukrainës dhe të thotë që unë mund ta mbyllja, por nuk e mbyll tash se këta nuk na ndihmuan neve. Okej. Pra, dhe Rubio po jep këtë. Po në momentin që kjo ndodh, sërish vim te një atëherë tjetër e cila deri më sot është konsideruar si një teori konspirative që ka një bisedë midis Trumpit dhe Putinit për rishikim të arkitekturës të sigurisë. Dhe kemi një kërkesë të vazhdimisht, edhe Ushakovi para 2 ditësh bëri një kërkesë duke i bërë që kërkojmë nga Amerika që të qëndrojë atyre marrëveshje që bëm në Anchorage, për në Alaska. Dhe deri diku jam i mendimit që ka një marrëveshje edhe për rishikimin e kësaj strukture të arkitekture të sigurisë. Dhe ky është rishikim, nuk lidhet me zhbërjen e NATO-s, po me rishikimin e kësaj arkitekture të NATO-s. Pra, vendet e NATO-s të krijojnë një NATO të re, pra kjo NATO e re të jetë më organizuar më ashtu dhe vendet të cilat nuk kanë kapacitete që të ofrojnë fuqinë në NATO, siç jemi neve dhe vendet e tjera të Ballkanit, atëherë këto ne mund të jemi antarë të NATO-s në marrëveshje sigurie të mbrojtjes, por nuk kemi vot fuqimarrëse, vot vendisë, vot vendimarrëse, gjithçka tjetër. Pra, një strukturë e re arkitekturore, një arkitekturë e re sigurie në Evropë, në kuadër të NATO-s, jo zhbërje e NATO-s, po një riorganizim i ri i NATO-s. Rikonceptim. Absolutisht një rikonceptim i ri i NATO-s. Prandaj ekzistojnë të gjitha këto te deklarata e Rubios, pra mund të shohim të gjitha këto.